Të nderuar besimtar dhe besimtare, agjërues dhe agjëruese, jemi në muajin e Ramazanit, që jemi duke kryer një prej adhurimeve më brillante, që është agjërimi. Agjërimi është një prej adhurimeve më të vjetra, që mund të themi pa asnjë diskutim, është i vjetër sa është vetë njeriu, që të gjithë të dërguarit e Allahut që numri i tyre është i madh, 124.000, që ka ardhur në një thënie profetike, që të gjithë i kanë urdhëruar popujt e tyre për të agjëruar. Këtë e kemi si argument citatin kuranor që flet për atëfar thelbin dhe qëndësinë e këtij adhurimi brillant, që Zoti i Madhëshëm në kapitullin El-Baqara i shpjegon, i sqaron në mënyrë të detajuar. Ja ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar, thirrja më brillante, thirrja më e spikatur që mundesh me gjetë në Kur'anin fisnik është kjo thirrje, o ju të cilët keni besuar. Dhe vazhdon citati kuranor pas kësaj thirrje nga ana e krijuesit shtatçeve dhe tokës, kutiba alaykumus siyam, u është bërë obligim agjërimi, kama kutiba alal ladhina min qablikum, sikurse që ka qenë obligim edhe për popujt që kanë jetuar para jush, la'allakum tattaqun, që jo të arrini devotshmërinë, sikurse Zoti i Madhëshëm dëshiron dot me atë qëllimin më final që përfundon dot me përfundimin e këtij citati kuranor, duke thënë se sumu tattaqu, agjëroni nëse dëshironi për të veshur me petkun më të ndryshuar, me petkun më të mirë, dhe është petku i devotshmërisë, që ka thënë Zoti i Madhëshëm libasu taqwa dhalika khair, dhe petku i devotshmërisë është petku më i mirë që vesh ndonjëherë krijesa njeri. Këtë citat kuranor, para se gjithash, e jep dot një sqarim se ky adhurim është manifestuar tek popujt që kanë jetuar para nesh. Kama kutiba alal ladhina min qablikum, pra është bërë obligim edhe për ju, sikurse që ka qenë obligim edhe për popujt që kanë jetuar para jush. Ndon të thotë, nëse hym dot në histori dhe në shkencën e arkeologjisë, e vërejmë se egjiptianët e vjetër kanë agjëruar, dhe qëllimi i agjërimit të tyre ka qenë shumë i qartë. Agjërojmë për ta ushqyer shpirtin. Edhe grekët kanë agjëruar në format e tyre, edhe ehlul kitab, pra iftarët e librit, kanë agjëruar me agjërimin që edhe ditët e sotshme agjërojnë dot, kuptohet në forma të ndryshme, mirë po agjërimi si agjërim është i njohur tek të gjithë popujt që kanë jetuar para nesh, sikurse që tha Zoti i Madhërisht, dhe me ardhjen e Islamit, pastaj edhe Islami do të atë gradualitetin në obligueshmërinë e agjërimit e ka sikurse tek disa urdhëra. Për shembull, do të alkooli nuk është ndaluar do të në mënyrë drejt për së drejti, por është ndaluar nga mëshira e Zotit të Madhërisht në mënyrë graduale dhe ka urtësi. Edhe agjërimi ka qenë do të mesin e tyre nga mëshira e Zotit të Madhërisht, për shkak se 29-30 ditë të agjërosh ka qenë diçka që ka qenë sfidë, sprov. Mirë po, në fillim ka qenë adhurim i cili ka qenë disa ditë, pra periudha e parë është që nuk ka qenë obligim agjërimi, mirë po kanë qenë të obliguar apo do të në mënyrë vullnetare, kanë agjëruar do të 3 ditë çdo muaj të kështu me radhë. Pastaj do të me ardhjen e të dërguarit të Allahut në Medinë, është bërë do të obligim, por prap do të edhe këto ka qenë do të me gradualitet. Pra të nderuar besimtarë dhe besimtare, agjërues dhe agjëruese, agjërimi është mesin e adhurimeve që është obliguar nga mëshira e Zotit të Madhërisht në mënyrë graduale dhe ka urtësi, për arsye se janë disa adhurime që kanë qenë do të vështirë ta bindesh në atë botë, të agjërosh, të abstenosh nga ushqimi dhe pije dhe kontakti intim për rresht 29-30 ditë. Pra është prej adhurimeve që kërkon do të sakrificë, vendosshmëri.
Dhe agjërimi do të gradualisht është bërë do të obligim në 2 periudha. Në periudhën e parë ka qenë do të mes lirisë së zgjedhjes, pra mes agjërimit, ose ka pasur mundësi për ta ushqyer një të varfër, 1, 2, 3, 4, por citati kuranor që zbërthen do të këto dispozita e sqaron do dhe e nxit do të besimtarin duke thënë wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, por nëse agjëroni, atëherë dini se është më mirë për ju nëse ju e dini. Pastaj do të vjen do të periudha e dytë, dhe në këtë fazë bëhet obligim agjërimi. Me statin kuranor shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, ky është muaj që në të do të ka zbritur Kurani fisnik, hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Dhe vazhdon citati kuranor, faman shahida minkum ash-shahr falyasum. Dhe ai i cili e përjeton këtë muaj, atëherë le të agjëroj gjithsesi. Këto është obligative do të për besimtarin dhe besimtarët, kuptohet me ata të cilët e kanë për obligim. Pra udhëtari nuk e ka obligim do të agjëroj. Pra ka do të liri të zgjedhjes që mundet edhe për të agjëruar, po edhe për të mos agjëruar. Ai i cili është i sëmurë për ndonjë sëmundje që agjërimi pastaj ja vështirëson shëndetin, nuk e ka obligim do të për të agjëruar. Ose plaku i shtyr në mosh, ai ka mundësinë që ta ushqej një të varfër me 2 racione. Që do thotë se agjërimi është bërë obligim në muajin apo në vitin e 2 hijri. Dhe i dërguari i Allahut ka jetuar dhe ka agjëruar 9 Ramazane. Të ndruar besimtarë dhe besimtare, agjërues dhe agjëruese, do të jeni të bindur se në Islam nuk ka adhurim e që do të në te nuk ka sekrete, nuk ka urtësi, nuk ka objektive dhe qëllime. Dhe adhurimin që jemi duke e kryer që është agjërimi është një prej adhurimeve më të dalluara që është sekret mes krijesës dhe krijuesit e tij. Një sahabi i ndershëm e pyet të dërguarin Allah duke thënë: "O i dërguari i Allahut, më këshillo me diçka që është shumë në vlerë, që ka jashtëzakonisht shumë shpërblim." Dhe i dërguari i Allahut i përgjigjet duke thënë: "Ya Abu Umama, alayka bis-siyami fa innahu la mithla la." Të urdhëroj me agjërimin sepse asgjë s'ka ekuivalente me këtë adhurim. Asgjë s'ka që i del përballë këtij adhurimi brillant. Pse a thu? Për arsye se agjërimi është ai i cili e formatizon njeriu në tërësinë dhe qëndësinë e tij. Agjërimi është ai i cili e ushqen shpirtin e njeriu. Agjërimi është ai i cili e ushqen do të adhurimin numër 1 në zemrën tonë dhe ai që është sinqeriteti. Kështu që le të agjërojmë, i dërguari i Allahut ka agjëruar 9 Ramazane. Mirë po ka agjëruar me qëndësinë e tij. Por të agjërosh me gjuhën tënde duke u larguar në mënyrë të tërësishme nga thashëthëmet, nga përgojimi, nga fjalë të ndyta kështu me radhë, të agjërosh me veshin tënd, por të mos e ndëgjosh ajo që do të nuk është për të ndëgjuar, të agjërosh me syrin tënd, sepse do të kështosh, të agjërosh do të me qëndësinë tënde. Dhe nëse arrin do të agjërosh në këtë formë pas një diskutim, do t'i korrësh frytet e këtij adhurimi, e që çdo adhurim ka sekrete, por agjërimi është një prej adhurimeve që është i mbushur me sekrete dhe me dobi shumë dimensionale, që edhe në aspektin shpirtëror, edhe në aspektin mendor, edhe në aspektin fizik dhe shëndetësor. Lutem Zotin e Madhërisht që ky Ramazan të jetë do të muaji që të jetë i ndryshimit. Pra kë adhurim brillant le të na ndryshojë në qëndësinë tënde dhe të bëhet do të prej atyre muajve duke manifestuar do të ashtu që na ka urdhëruar Krijuesi i Madhërisht, le të bëhemi prej atyre që instalojmë në vetvetët tona zakone, tradite të mira dhe të shëndosha. Allahumma amin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.